Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ditën e sotme. Egli Tako do të jetë ftuar në Goca dhe Gra. Egli Tako sot po e shijon të gjithë suksesin e saj, ju jeni koherent të asaj që Egli solli në treg me njëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, solli këngën e saj të parë jetë. Sonte në Goca dhe Gra, Egli Tako do të ketë fatin të fletë për bashkëpunimin e saj me Fifin, do të ketë fatin të fletë për këngët e saj të tjera të radhës, por edhe do të ketë fatin të fletë dhe për dashurinë e saj me Gjestin, që në fakt po ndërtohet një pikpyetje shumë e madhe në raport me to. Egli në këtë video që ka postuar në Instagram duket shumë e lumtur, duket shumë e gëzuar, duket shumë paqësore, duket shumë e kënaqshme shpirtërisht që ka arritur të realizoj këtë kapitull të jetës. Unë kam thënë gjithmonë, do me thënë artistët apo ne që merremi me art, pa marrë parasysh se sa të famshëm jemi, dëshirat i kemi të njëjta, qëllimet i kemi të njëjta dhe vizionin e kemi të njëjtë. Vizioni jonë është ngjitja drejt për drejt në skenë, të arrijmë qëllimin që ne të ngjitemi në skenë, ne të realizojmë atë ëndrrën e madhe që ne kemi. Dhe Egli me shumë përkushtim, me sinqeritet në Big Brother do ta them, e realizoi këtë ëndër. Ajo sot është një ndër këngëtarët më të klikuara, një ndër gocat më të dashura të publikut. Por ajo që në fakt unë dua ta them në këtë komentimin që unë po bëj, është ky fenomeni që sonte Egli do të flet për marrëdhënien. Nuk e besoj që do të pranon diçka në marrëdhënien me Gjestin, dhe gjërat do t'i lëra ashtu në pikpyetje, gjërat do t'i lëra ashtu në të pakuptueshme, domethënë, gjërat ç'a do bëhet. Do të flet për projektet e saj, do të flet për familjen e saj, do të flet për nënën e saj, për motrën, se si i kanë kaluar gjërat, do të flet për Kosovën, për dashurinë që merr në Kosovë, dhe janë këto ekskluzivitetet njëjtë siç foli Gjesti. Nuk më merr mendja që do të ketë diçka edhe më ekskluzive. Egli vazhdon të jetë shumë e lumtur, vazhdon të jetë shumë e suksesshme, vazhdon të jetë shumë e klikueshme. Të vërtetat e Egli deri më tani janë këto, se çfarë do të zbulohet sonte, do ta ndjekim në intervistën e radhës.